Lule, mirë si një prej artisteve më provokuese në skenë. A është kjo strategji apo thjesht mënyra se ndihesh me vetvetja? Mënyra që ndina vetvetja. Kam qef pak provokues më vesh, edhe i femën e rejtë, sa më s'me tregu që kam. A ndihesh më rahat e veshur apo e zhveshur? Ka një herë zhveshën, ka një herë veshën, që kam disponibil. Për shembull, Po të uaj, pas një... për shembull jem në apartament, në banesë vet. A rin më shumë veshur apo zhveshur? S'po t'i shmo sa më varë dhe që shumë më ti. Kur t'i lëshën zemit, do rrim brek. A më jo gjithë, ma shumë rri veshën. Në pijame, të ditën, kam qef më nejtë, cool. Pse ka qroll me këngë? Se jam shumë angazhume, besides music javo dhe të pënu, në koseta, edhe ku më nona me gjithë një balance between work edhe muzik. Pra ata që nuk e din ti je lindë dhe je rritë në Gjermani. A ke vështirë spori mësimi i gjuhës, a të bëshin presion familja për me mësu gjuhën shqipe, a qysh nëse mund është pak me nga të regu? Na që më thonën e pej kur im konë fëmi gjuha parë konë shqip, edhe nërvaj që në Gjermani më rritë me dy gjuhë, me dy kultura, ano mami e bobe gjithë në shpim kanë thonë fal shqip, edhe gjithë i mënu me fol shqip. A e ke pos kështirë si gjuhë? Ka një herë po, drejt në thonë, dë sene nuk i kom marrë vesh edhe kom pos pak munges të fjallorit, amo edhe 500 vitit që marrë këto, e kom përmisu dhe fjallorin, e kom rrit, i kur të zhënua edhe në ma që shme thonë, bosh ma mire dhe me full edhe me njerës kërë na shumë i mësër edhe pak na shumë të shme thonë, fjali të reja. Për shembull, a e din që është shafsiger? Po. Okej. Tamlarizi? Tamlariz? Po. Qa është? është rëz që qesin qumsht. Okej. Që bëhat i amël, tamlariz. Për shembull vallonte, a din? Që e din? Vallonte? Vallonte? Sfidja kjo shumë për vajlant, a vëllant? Po. Vëllone? Po. Timur. Timur. A ka ndonjë fjalë për shembull që se kupton ose që e keni tu ka duhet që dishme? Po, pa tu shmëri nuk e kom ditë. Qa është edhe po pas pak probleme tek su. Real estate po. Po, real estate. Na ik fjalë tjetër që tu ka duhet më që dishme diçka? Jo, jo. Patatina ka duhet funny për chips. Chips. Po. Për shembull fjalën saberlika, e kupton? Saberlike? Jo, e kom një, për nuk për di sa këptimin. Me bo sober. Okej. Ma qep, me shku ma qel. Okej. Nuk ka fjallë shqip. Nuk ka fjallë juna. Cila është pjesa jote me preferuar e trupit tënd dhe pse pikrisht ajo? Trup kështu fizik? Pusqeshin e kam shumë kështu që më pëlqen. Pust edhe me ma trupe tash. Se cilën fjes e du, anë vetën e du që shem. Apo na tregon pak je lindë dhe je rritë pa përmendim në Gjermani, apo na tregon pak mentalitetin e meshkujve atje me këto? Po, për shembull Kosovë kom rritë që djem të shohë rajm, ekstrem, veç rajm. Shumë, qysh s'po di, a e kam vënë me për ma hi, amo në tepër veç me të rajme. Me rajme shkon në qysh. Amo e kom rritë që djemt këto janë pak ma open-minded sa atje, në ma edhe në Gjermani që janë, po këtë janë pak ma ndryshë. E kam një fond një mindset pak ma different për atje. Si për shembull? Si për shembull që s'u di shumë për shku mas mire. S'u di shumë thau. E mu ju e bol dhe katë. Po. I don't know. Për shumë a jenë sjellë shumë a pret gjithmonë ti prej meshkujve Kosovan këtë rast që me të ftu gjithmonë ta kemë ose me ta boni follow, me të shku gjithmonë të parë.
Atë e kam pak ma personal, jam pak ma, s'veç më thonë, klishe, që djemt do të me bo hapin e parë. Ti gjithmonë pret qata me babin. Por, Ë? unë prej meta shpres që djali i mashkës me bo hapin e parë. Gjithmonë. Po. Ndërmaj që dhe fendat me po nuk ka problem. Po nëse të kish pëlqy fort një mashkull, a e çebo ti hobin e parë mishkull? Nashta kisha bo, që kisha pas një farë lejtrime, mos po, s'pe që me tha, kur të bëj qenë dhe kush e kini farë lejtrime me remen që këra, e s'pe di jam e mpa, mos me ba mi full, mos me full, amo, me që mashkë jam me bi një klubë që mashkë dhe të me ba hapin e parë. Cili është mashkulli ideal për ty, karakteristikat? Me ka një sinqirt, i sjellshëm edhe respekt. Pra do ta merje një mashkull që është nga Kosova apo nga Gjermania nga ta. Për ata për mu s'ka lidhje, s'ka këtu ose në Gjermani ose të koj tjetër. E kam qazin nëse është nga Gjermania me kon i huji më kon apo i tamën shqiptar është. Do më që kësha preferu shqiptar, tash nëse lind tashnia dhe dy për Për shembull me kon gjerman zezak. A e kishe marrë? Tash s'po di qa me thonë, me pos tashni, me pos... E kishe marrë dhe me ngjyra? Nashta po. Nejse tash edhe që është njëri pak pa, s'pe të thotë për tënë, që është ma e zia në sen, a i prap njëri, a. Çka është më të hecë për ty tek një mashkull? Shikimi, zëri apo mënyra si flet? Njëra si flet. Definitivisht. Për shembull nëse do të ofroje të pozoje nudo, a do ta bëje? Në varet krejt. Më varet prej çmimit. Jo, më varet prej skenës. Jo, Pas skena nuk je... Jo, nëse do t'i ofronim këtë rast 500 euro ose 1 milion euro, a do të pozoje nudo? Po, qyshe përshkru nudo krejt? Komplet nudo. Jo. Zë ta bëj as për as një çmim. Se kisha po jo. E në rast se do të ofrojmë me ndonjë serial apo film, S'po ti që me thonë, më varet krejt për skenës. Se në tash në roba skenë nuk je komplet sulak, ose njurën. Janë do që me thonë teknikës, më varet krejt, na shë e kësha bo, ose jo, më varet edhe për disponimit, moodit, më vajbet krejt. S'po di qa me tonë, as po as të me. a merr shpesh mesazhe, sidomos nga meshkuj në DM, Po. cilat janë ato pak ma që mundesh me na zvolu na jo? Komplimenta. Si krejt janë, qysh japën. A reagojnë me komplimente tjera ma intime diçka? Nuk ka farë që i ku ledzu krejt, vësh kështu ka një herë ka pak. A ja kthen ai kujt? Jo. Çka i thu vetes kur je para pasqyrës? Qaj po më vetit, i api normal vetit motivim. You are doing your best, you are the best, love yourself, edhe thjesht të motivoj vetën. Prej 1 deri 10 sa mendon që je seksi? 9, 10, po. A ki diçka që mendon që të mungon? Kështu në trup, Në pamje po. në familje. Jo, Diçka jo. jo, kur gjë. Unë jam, që me thonë, paqen e vetën, e du vetën që jam, edhe nërmaj që kur të thonë e kushtu që të nështë 1 kilogram ma shumë, në una me hjek, ose me punu në vete, ama unë e du vetën që jam. Puthja e fundit? Puthja e fundit, a me thonë që ashtu që shfolem në atit, Jo, kur gjo s'kena fol aty na. Nëse live jena, kur gjo s'kena fol na. Më ka live. Jo. Puthja e fundit është të momi, a më në foqe. Jo këtu te mami, jo këtu, te mami, te motra, te lavatës. Para 2 vite. 2 vite. Po, A je virgjër? skip, Të mos je, skip, ose je. skip. Çka i thua aty nëse kanë me të komentuar virgjër është vesh në vesh?
Just komentojnë që dojnë, edhe mos njëra mi përmitën. Mm. It's up to them. Kur ke bërë seks për herë të fundit? Skip. Pozita jote e preferuar në seks? No, Pozitën, zbulon pozitën. But, skam. Ti që kur moshkulli është përmbi ose ti përmbi të apo... No comment. Pak me na zbulu diçka. Po, qaj që zbulon e din. Po thua ai e din cili u kona? Po, s'përi që me thonë, qati që i vjen, qati for my future husband, E din ai. qaj e din, po. Do me thonë pas ke doshë. Jo nuk kam, Okej. po thonë future husband. Okej, future, okej. Po, të flasë për dalë në. Edhe... A bërte gjatë seksit? Skip jo. Okej. Çka mendon kur je duke bo dush? Qa më nëjnë kur të bëj dush? Për shembull dikush ko që më çon një melodi, një muzikë, dikush ko që me knu me veten. Po në janë dush, knoj. Maj koncept privat. Okej. Si gotë Pa të thuar. Pa të thuar. Vesh ato shampuna që i kam. Okej. A ke po jenë ato dy figura gjithë që këqyën? A i djali me atë cikën, a ke po kështë që jenë? Atë në shampon kështë si figura. Aha, ju, këtë në Okej. Okej. Jo, si tash knoj. A përshë edhe kameramonët i ke bu me kef. Jo, une kështu kër bëj dush në ma që ki ndip mendime ka në herë, amo une më nuna me këtë dush në zama shpejt. Çka mendova para se marrë një intervistë? Mos mu vënum me kanon time. Ja dhe normal që kur pak në nëtësive në qëpa piqe shkon në dhuro. Qysh ke pyetjet e intervistës? Mirë ke. A të pëlqeu gjithçka? Po. Edhe për fund një mesazh për gjitha bashkëmoshatarët e tua, vajzat kosovare, ose edhe ato që jetojnë diaspor, një mesazh fuqishëm për gjitha. Mesazhi jem to all është believe in yourself. Puno. You will arrive everything, achieve everything you want. Ja. Thjesht një ke ëndra tua. Edhe nëse mundesh me na knu një refren në ikondës. Ma bone, ma shpine ke besu, qani bezavante, e shite sa të këmdosht, sentite.